flasim për rigonin e kuq. Është në fakt si rigoni më i rrallë dhe me aftësi të mrekullueshme. Karakteristika e veçantë e tij se kur bie në kontakt me ujin e nxehtë, aroma që lëshon është unike dhe nuk ka të krahasuar me rigonin e zakonshëm. Studimet të mirëfillta shkencore kanë treguar se në 1 gram rigon gjenden 42 herë më shumë antioksidantë se në 1 gram moll. Rigoni si i kuq edhe ai që ne njohim dhe përdorim gjerësisht përmbajnë hekur, mangan, minerale shumë të rëndësishme për njeriu, por varieteti i rigonit të kuq cilësohet shkencërisht si më i përqendruar për sa i përket vlerave. Rigonin të zakonshëm ne e gjejmë në pikat e shitjes në vend, ndërsa rigoni i kuq gjendet në sasi më të kufizuara dhe tregtohet në farmacitë bimore ose në pikat e tregtimit të bimëve mjekësore. Çaji i rigonit të kuq ndikon kundër të ftohtit, virozës, temperaturës, mungesës së tretjeve apo edhe problemeve në stomak. Bime e rigonit të kuq përmban plot substanca esenciale, antioksidantë dhe tanin. Rigoni i kuq funksionon për rregullimin e problemeve me tretjen, trajtimin e rrugëve të frymëmarrjes. Rigoni i kuq gjithashtu është një kurë natyrale kundër kollës, nxit jersitjen dhe largimin e viruseve në rastet me rruf, ftofje apo grip. Dhe ajo çfarë duhet të bëni, të merrni një lugë çaji me rigon të tharë dhe ta hidhni në një ujë për të vëluar. Lërini për 15 minuta, lëngun kullojeni dhe ëmbëlsojeni me mjalt pasi të jetë ftohur. Dhe pijeni këtë çaj si zakonisht, pra 2-3 herë në ditë përpara ushqimit. Është shumë e thjeshtë dhe mbi të gjitha është shumë e shijshme.